Të thuash po sfidave. Në thelb të çdo transformimi të madh qëndron një moment i thjesht, pothuajse i padukshëm, vendimi për të mos u tërhequr. Shumica e njerëzve e kalojnë jetën duke shmangur përplasje me të panjohurën, duke ndërtuar një iluzion sigurie rreth vetes. Ata kërkojnë rehati, parashikueshmëri, një rrugë pa pengesa. Por kjo rrugë, sado e qetë të duket, është një kurth i sofistikuar. Ajo i mpin instinktet, dobëson karakterin dhe zhduk gradualisht fuqinë e vërtetë të individit. Në kontrast, ekziston një rrugë tjetër, më e ashpër, më e paparashikueshme, por pafundësisht më e fuqishme. Është rruga e atyre që i thon po sfidave. Ky nuk është një akt naiv optimizmi, nuk është një buzëqeshje e detyruar përballë vështirësive. Është një zgjedhje strategjike, një akt i vetëdijshëm i dominimit mbi frikën. Psikologjia e rezistencës ndaj sfidave. Për të kuptuar fuqinë e të thënit po, duhet së pari të kuptosh se instinkti yt të shtyn të thuash jo. Truri i njeriut është i programuar për mbijetesë, jo për madhështi. Ai identifikon rrezikun në çdo gjë që devijon nga rutina. Një mundësi e re, një përgjegjësi e madhe, një situatë e panjohur, të gjitha këto interpretohen si kërcënime. Dhe reagimi i parë është të tërhiqesh. Kjo është arsyeja pse njerëzit shpesh racionalizojnë shmangjen e sfidave. Nuk është momenti i duhur. Nuk jam gati, po sikur të dështoj. Por këto nuk janë analiza objektive. Janë mekanizma mbrojtës. Dhe nëse i ndjek verbërisht, do të mbetesh gjithmonë në të njëjtin nivel. Ata që arrin dominim në çdo fushë, qoftë pushtet, biznes apo zhvillim personal, e kuptojnë këtë mekanizëm dhe e përdorin kundër vetes. Ata e interpretojnë ndjesinë e frikës si një sinjal. Këtu fshihet rritja. Sfidat si mjet manipulimi i vetes. Në vend që të shohësh sfidat si pengesa, fillo t'i shohësh si instrumente. Një sfidë është një test i strukturuar që zbulon dobësitë e tua. Ajo nxjerr në sipërfaqe atë që zakonisht mbetet i fshehur. Pasigurinë, mungesën e disiplinës, frikën nga gjykimi. Shumica përpiqen t'i fshehin këto dobësi, por individi strategjik bën të kundërtën. Ai ekspozon qëllimisht vetes këto zona të dobëta, sepse vetëm ajo që ekspozohet mund të kontrollohet. Kur i thua po një sfide, ti e detyron veten të përballet me kufijtë e saj. Ti e vendos veten në një situatë ku evolucioni është i detyrueshëm, jo opsional. Ti krijon presion, dhe presioni, në sasinë e duhur, formon karakterin. Iluzioni i përgatitjes. Një nga gënjeshtrat më të mëdha që njerëzit i thon vetes është: do ta bëj kur të jem gati. E vërteta është brutale. Askush nuk është kurrë gati. Përgatitja është një proces i pafund. Nëse pret të ndihesh plotësisht i sigurt, do të presësh përgjithmonë. Ata që dominojnë lojën nuk presin përgatitjen perfekte. Ata hyjnë në sfidë të papërgatitur dhe më pas përshtaten me shpejtësi brutale. Kjo është ajo që i dallon. Ata nuk kërkojnë kontroll total para se të veprojnë. Ata zhvillojnë aftësinë për të kontrolluar kaosin, ndërsa ndodhen brenda tij. Në këtë kuptim, të thuash po është një akt besimi në aftësinë tënde për të përshtatur, jo në përgatitjen tënde paraprake. Frika si aleat. Frika është një nga emocionet më keqkuptuara. Shumica e shohin si diçka që duhet shmangur, por në realitet, frika është një tregues i saktë i territoreve që kanë potencialin më të madh për rritje. Nëse një situatë nuk të trembas pak, ajo ndoshta nuk ka fuqi transformuese mbi ty. Ata që e kuptojnë këtë fillojnë të kërkojnë qëllimisht situata që i shqetësojnë, të flasin në publik kur ndihen të pasigurt, të marrin përgjegjësi që i tejkalojnë aftësitë aktuale, të hyjnë në mjedise ku janë më pak të përgatiturit. Kjo nuk është vetë shkatërim, është një formë e lartë vetë disipline, sepse çdo herë që përballesh me frikën dhe nuk tërhiqesh, ndodh një riformatim psikologjik. Kufiri i asaj që e konsideron e frikshme zhvendoset, dhe me kalimin e kohës, ajo që dikur dukej e pamundur bëhet normale. Dinamika e fuqisë në sfidë. Ekziston një aspekt tjetër më i thellë që shpesh injorohet. Sfidat nuk janë vetëm betejë të brendshme. Ato janë edhe lojëra fuqie. Kur refuzon sfidat, ti sinjalizon dobësi, jo vetëm ndaj vetes, por edhe ndaj të tjerëve. Njerëzit e perceptojnë këtë në mënyrë të pavetëdijshme. Ata të vendosin në një kategori, i parashikueshëm, i sigurt, por jo kërcënues. Në anën tjetër, individi që përqafon sfidat krijon një aurë të ndryshme. Ai duket i paparashikueshëm. Ai perceptohet si dikush që nuk kontrollohet lehtë. Ai fiton respekt, shpesh pa e kërkuar atë.
Ky është një efekt anësor i fuqishëm, sepse në shumë situata, perceptimi është realitet, strategjia e vogël, fillimi i kontrolluar. Megjithatë, të thuash, po nuk do të thotë të hidhesh në kaos pa strukturë. Ka një mënyrë strategjike për ta ndërtuar këtë mentalitet. Fillo me sfida të vogla, por të qëllimshme. Thuaj, po një mundësie që normalisht do ta refuzoje. Merr një përgjegjësi që të bën paksa të pakëndshëm. Vendos veten në një situatë ku rreziku i dështimit është real, por i menaxhueshëm. Këto veprime krijojnë një bazë psikologjike. Ato e trajnojnë mendjen të mos reagojë me panik ndaj së panjohurës. Me kalimin e kohës, kjo bazë zgjerohet, dhe ajo që fillimisht ishte një akt i vogël guximi, bëhet një mënyrë jetese. Paradoksi i kontrollit. Sa më shumë përpiqesh të kontrollosh çdo aspekt të jetës, aq më i brish bëhesh. Kjo është arsyeja pse individët që kërkojnë siguri absolute shpesh janë më të dobët përballë krizave. Ata nuk janë mësuar me pasigurinë. Në kontrast, ata që i thonë po sfidave zhvillojnë një formë të thellë kontrolli, jo mbi rrethanat, por mbi reagimin e tyre ndaj rrethanave. Dhe ky është kontrolli i vetëm që ka vërtet rëndësi. Kjo është vetëm hyrja në këtë filozofi. Në pjesën e dytë, do të futemi më thellë në si të ndërtosh një identitet që ushehet nga sfidat, si të përdorësh dështimin si armë strategjike, dhe si të krijosh një avantazh të qëndrueshëm në një botë që shmang vështirësitë. Nëse je i gatshëm të dalësh nga zona e rehatisë, atëherë nuk je thjesht duke kërkuar sukses, je duke hyrë në një lojë tjetër.